Tashmë janë numëruar pothuajse të gjitha votat dhe është e vërtet zyrtare. Vetëvendosja ka arritur rezultat historik. Lëvizja vetëvendosje shënoi fitore të thellë me 50.16%. Ka thelluar rezultatin e përgjithshëm duke shkuar në 50%. Vetëvendosja ka marrë fiks 50%. Përkundër ngritjes së aktakuzave për ministra, përkundër fillimit të hetimeve për ministra të tjerë, përkundër vendosjes së sanksioneve nga Bashkimi Evropian, përkundër pezullimit të dialogut strategjik me SBA-t, përkundër konfirmimit të abuzimit të institucioneve të shtetit për punësime partijake, përkundër zvogëlimit të rritjes ekonomike në veç 3.8% sipas Bankës Botërore, përkundër cënimit të institucioneve demokratike dhe sfidimit të njëjtave, përkundër inflacionit të madh, përkundër rritjes enorme të çmimeve, përkundër trafishimit të çmimeve të energjisë elektrike, përkundër krijimit të kompanive fantom që shndrohen organizata multimilionëshe brenda vitit, përkundër lëshimeve si njoja pasaportave ilegale të serbëve të Kosovës nga Bashkimi Evropian, dhe përkundër pranimit të një marrëveshje që rrezikon seriozisht integritetin territorial e subjektivitetin e shtetit, vetëvendosja u rrit. Po, fitore still të vetëvendosjes i ndihmoi inxhinieringu i votës së diasporës, fushata më e sofistikuara vetë kurtit kësaj radhe, potencialiteti i manipulimit me vota, praktikisht blerja e votave me lëshim të parave për shtresa të varfra 2-3 ditë para zgjedhjeve, mirëmbajtja dhe investimi edhe më i madh në ushtrinë online për të diktuar viralitetin e ndodhive që ju konvenon dhe pashitur skandalet që i dëmtojnë, por gjitha këto janë nuanca të vogla të kësaj fitore vërtet të lartë. Pas një diskutim, fajtori kryesor pse Kosova po rrshet nga demokracia elektorale, sepse demokracia liberale s'ka qenë kurrë, në autokraci elektorale, është abstenimi i partive opozitare për ta luajtur rolet e vet. Pra, refuzimi për të bërë betejë të vazhdueshme parlamentare e jashtëparlamentare kundrejt abuzimit, korrupsionit e sjelljeve autokratike të Albin Kurtit. Kosova mund të jetë ndër vendet e pakta në botë, po flas për ato vende ku ka proces elektoral deri diku demokratik, që praktikisht nuk ka opozitë politike kundrejt pushtetit. Me Albin Kurtin, në Kosovë ka erozion demokratik, luftim të egër të institucioneve të pavarura siç janë gjykatat, tendencë për të shtu fuqi ekzekutive për vete, organizim për të likviduar diskursin kundërshtues, përdorim të mekanizmave shtetëror për përndjekje politike dhe në prag derës është jetësimi i një projeksioni autokratik. Ama është të vështirë të shpërfaqet në tërësinë e vet kjo pamje, për shkak se opozita partijake në Kosovë reprezenton një qetësi të asaj lloji sa më të drejtë shumë veta mund të thonë ti veç e ka të pra. Kjo lloj qetësie, ky lloj komoditeti, kjo lloj mungese e vullnetit për të iniciuar rezistencë institucionale, jashtë institucionale, kur para syve të jetësohet projekti autokratik i Albin Kurtit, jo veç që dëmton duke mos e luajtur rolin e vet, por e zvoglon tej mase edhe kapacitetin e tjerëve për rezistencë. Liderët opozitorë dhe partitë opozitare që do duhet të ishin linja e parë e mbrojtjes dhe mirëmbajtësit e hapësirës së rezistencës në Kosovë, po ju them se në asnjë vend tjetër janë linja e parë e mbrojtjes për vetë Albin Kurtin. Sepse, me mos reagim, me mos rezistencë, me uzurpim të hapësirës opozitare, pa bërë opozit, ata po e pamundsojnë pamjen e plot e të vërtetë e asaj që po ndodh në Kosovë. Në demokraci të mirë konsolidume, kur shfaqen tendenca autokratike nga ndonjë lider i caktuar, ato materializohen shumë me vështirësi për shkak të fuqisë së vetë institucioneve dhe besimit të madh që ekziston në to. Gjykatat në përgjithësi e gjykatat kushtetuese në veçanti shpesh jo vetë që pamundsojnë, por edhe kthejnë mbrapa autokrat në tentativë. Por në shtete si Kosova, ku institucionet nuk e gëzojnë as atë fuqi, as atë respekt, sepse edhe janë të reja, edhe akoma të pangulitura në trurin politik qytetarëve, shpesh janë të pamjaftueshme që ja dalin si të vetme. Prandaj, roli i partive opozitare, bashkimi i tyre, aktiviteti, ndërtimi i strategjive të përbashkëta është fat përcaktues për të stopuar lider si Albin Kurti. E para, partitë opozitare duhet të refuzojnë çdo bashkëpunim me autoritarë si Kurti. E dyta, pa cilën e para s'ka kurfar vlere, bashkohen në front opozitar. E treta, ndërtojnë retorikë e cila mbështetet në fuqinë e argumentit më të mirë. E katërta, tregojnë kohezion të palëkundur kundrejt autokratit. E pesta, bën mbulesa secilit zë opozitar nga jashtë partije. E gjashta, skandalet e publikuar nga gazetarët u japin zë, i pajisin me argument politik dhe kujdesen që të mirëmbahen si tema në sferën publike, me kërkesat e vazhdueshme dhe të pandalshme për llogaridhënie. Në Kosovë, edhe një herë si askund tjetër,
Jo që nuk ndodh kështu, po ndodhe kundërta kryesisht. Ja për shembull, kur kemi publikuar ne në Vox abuzimin e skajshëm të Valen Prebrezës, kandidatit vetëvendosës për kryetar komunën në Fushë Kosovë, i cili përmes një sistemi të horrorit punësonte njerëz në këmbim të votës, në vend se ballafaqimin rrafshin politik të bëhej tash nga kundër kandidatët e tij ngar, ata as ja përmendin fare atij këtë skandal. Dhe mbetem unë të bëj edhe betejën politike me të, çka s'është roli im në rënd parë. Njëjtë, kur publikojmë skandalet një pas njëshme të Faton Pecit, të super dëshmuara deri në atë mos sa fillojnë hetime për të, askush nga opozita nuk e bën çështje, e as më tepër ta ballafaqoj Pecin me ato vepra të tij kriminale. Dhe mbeson duke bërë betejën politike me të. Prap, njëjtë me Libor Naleo dhe njëjtë me secilin tjetër. Ne publikojmë, vetëvendosja me ushtrinë online e offline vërsulet, dhe më pas gjithçka përkthehet në një luftë krejtësisht pabarabartë mes një mediumi fare të vogël kundrejt krejt aparatit partijako shtetëror të vetëvendosjes. Derisa opozita politike, si spektatorët privilegjum, rre së ditë se kush po e fiton betejën. Mund të visi befasi për gjatë qeverisjes 4 vjeçare të Albin Kurtit, pothuajse secili sektor ka protestuar. Nga minatorët, të mësimdhënësit, të policët, zjarrfeksit, infermierët, doktorët, blektorët, punëtorët e kekut, veteranë dhe secili sektor tjetër e pashtu ka pasur edhe protesta nga grupet qytetarëve për çështje siç ishin protestat kundër çmimit të energjisë elektrike. A e dini që asnjë parti opozitare, asnjëherë nuk e ka përkrahur asnjë protestë. Pse? Të gjitha këto protesta janë forma të rezistencës të cilat janë venitur ngadalë sepse opozita politike ka refuzuar ta marrë rolin që i takon në mbështetje në protestuesve. Pra, jo që nuk kemi mobilizim nga brenda për të bindur sektorët ndryshëm protestojnë, por as mbështetje të atyre që tashmë janë bindur vetë për protestë. Madje, shpesh është nuhatur një farë irritimi i opozitës politike me këta aktorë që krijojnë rezistencë. Pra, derisa normalisht opozita do duhet të shndrohej në strumbullarin e grumbullimit të pakënaqësisë dhe katalizatorin e shpërthimit kësaj pakënaqësie, në Kosovë pikërisht opozita ka shërbyer si amortizuese e pakënaqësive dhe demobilizuese e masave potenciale për protestë. Kjo me gjas ka ndodhur dhe ndodh për 2 arsye kryesore. E para, ata vetë nuk marrin iniciativë dhe iniciativa dikujt tjetër i shpërfaq. E nëse veç ndodh protesta më masive, do të kërkonte të paktën pjesëmarrjen fizike tyre, çka ata me gjas nuk e duan. E dyta, Albin Kurti në thelb nuk i ka ngacmuar ata, as asetet e tyre materiale. Pra, ata nuk shohin arsye personale për rezistencë, e me ata që kanë arsye për të protestuar nuk bashkëndjejnë, sepse në sens nuk e njohin atë qytetar, sepse nuk e bëjnë jetën e tij. A e keni vrejtur për shembull edhe se si as vetëvendosja nuk është se drejton më shigjeta nga ta. Kjo sepse më nuk i konsideron si lojtar konkurrent, meqenëse kanë zgjedhur të vetë përjashtohen. Edhe kur bëjnë ndonjë veprim domethënës në kuptim të rezistencës, më shumë duket si diçka e rastishme, sepse s'kan fare ligjërim për ta mbështjellur me kuptim atë veprim. Dhe më pas, strukën në një arsyetim banal, kënë se qenë ka strategjike heshtja atyre, kur në fakt është veç mungesë strategjisë. Sepse, dikush që as nuk po e përjeton veten si pjesëmarrës në ballafaqim, e ka të pamundur të prodhojë ide për betejë. Nuk po them se askush brenda opozitës nuk bën asgjë, por përpjekjet individuale të deputetëve të ndryshëm janë ishuj pothuajse të pavrejtshëm e të paefektshëm brenda strategjisë për heshtje kolektive të opozitës. Përkundër gjithë kësaj, nga mbi 900.000 veta që kanë votuar në zgjedhje, janë afër 400.000 që prap kanë votuar kundër Albin Kurtit. Afër 400.000 shpirtra të lirë, të cilët më shumë se sa ndonjë farë ndjenje të përfaqësimit nga partitë opozitare, votojnë kundër Kurtit, sepse kanë mjaftueshëm impuls demokratik e politik për ta parë saktësisht çfarë po vije me këtë shkatërrues. Ky numër i madh që voton kundër Kurtit, përkundër se i mungon krejtësisht përfaqësimi e mbrojtja, motivimi dhe kanalizimi i pakënaqësisë nga në parti opozitare, mbetet shpresa vetme e demokracisë në Kosovë. Pra, këta votues janë prova se vetdia demokratike akoma ekziston. Vetëse, duke qenë pa organizim dhe pa mbrojtje, ata edhe mund të lodhen dikur. Prandaj, demokracia nuk rënohet vetëm nga idetë e pista të Albin Kurtit, por edhe nga heshtja e tjerëve. Dhe sot, s'ka heshtje më të kushtueshme për demokracinë e Kosovës se sa heshtja e opozitës.